Juglindja e vendit është zgjuar sërish të zbardhur nga bora. Rreshtet e borës janë rikthyer kryesisht në zonat malore, ndërsa në pjesën e fushës ka pasur shi të dendur. Intensiteti më i lartë i rreshjeve ka qenë në lartësitë mbi 1000 metra, aty ku trashësia ka shkuar deri në 5 centimetra. Borë ka pasur në fshatrat turistik të Dardhës dhe Voskopojës, si dhe në Devollin e Sipërm, ndërkohë që rreshje më të dendura ka pasur edhe në aksin rrugor Bilisht-Cangonj. Sipas informacioneve, në fshatin turistik të Dardhës, ku ka rënë rreth 4 centimetra borë, rruga është e hapur totalisht dhe e kriposur, e megjithatë rekomandohet përdorimi i gomave dimrore. Ndërkohë në rrethin e Devollit, në Cangonj dhe fshatrat përreth, trashësia e borës është thuajse 2-3 centimetra, por rruga është pastruar dhe e qarkullueshme pa probleme. Nga ana e autoriteteve bëhet me dije se në akset nacionale, përfshirë atë të fshatit turistik të Voskopojës, kalimi bëhet pa probleme. Deri më tani nuk raportohen probleme për sa i përket qarkullimit edhe në zonat më të thella malore, ashtu siç nuk raportohen probleme në furnizimin me energji elektrike. Për të shmangur çdo problematik sektori i qarkullimit rrugor, u kërkon drejtuesve të mjeteve që përdorin akset e fshatrave turistike të kenë të vendosura në mjetet e tyre goma dimrore.